gjatë gjithë përgjigjeve tua ke treguar këtë pjesën e spiritualizmit që unë doja që mos ta prekja se doja ta prekja gradualisht. Por edhe kur folëm bashkë, kishe shumë dëshirë dhe unë nuk doja sot merja intervistë për të nxjerrë lajm. Ke dhënë goxha intervista gjatë vitit kaluar, janë dhënë lajmet e tyre, shkëputja u bë e famshme, kënga u bë e famshme. Kishte momente dhe mua nuk më interesonte edhe bisedës tonë, nuk e kisha synimin. Synimi im i brojshëm gjithmonë që të klikohem, absolutisht, nuk që do klikosh patjetër që është thajnë e tjerë. Po do ketë njerëz që do thonë, "Oj se kon se kjo nuk tha emra, nuk e tha këtë, po foli për gjëra, unë ndoshta se kuptova mirë." Por është një gjë fantastike jotja, unë të kam ndjekur edhe në Instagram, edhe her pas here dhe gjatë bisedës që bëm bashk, e kuptoja që ti ke një botë shumë të pasur. Edhe është ajo eksplorimi që po i bën vetes që është kaq i rëndësishëm dhe kjo paqja që po gjen. Njerëzit akoma nuk e kuptojnë se domethënë ti je paqe me veten. Mendoj që kjo është gjëja më e lartë. Edhe pastaj të jesh paqe që të kesh edhe atë forcën pastaj për të përballur gjëra që jeta ti sjell rrugës. Dhe ti besoj ke pasur edhe një moment të vështirë që kishe me babain të që edhe për këtë ke folur, që edhe ajo të ndihmon pastaj që se si të mblidhesh apo jo si ti të përballesh. Unë mendoj që pak para se mu bo dritë është shumë terë. Edhe është një thonje që thuhet që gjetën kur don me gjujt, e ngrej një herë mbrapa shumë. Sa ma shumë që e ngrej mbrapa, qaq ma përpara shkon. Edhe që kjo u konë gjithë somehow motoja e jam e jetës. Momentet kër i kom pas ma të vështira në jetë, unë mrena thellë në shpirt e kom menu edhe e kom ditë që nëse është ka bo e që ka shumë keq, para me nësa mirë ka mu bo. Nuk pe thom me thonë këto për s'po di mu do kun që jam shumë s'ka momentet këqia, unë kom momentet këqia dhe sot që kom këtë vedije. Po munon ato në kohën me gjetë zgjidhjen edhe me gjetë të mirën në qasoj, se për një me është e vërtet sa do klishe që është si thonje, që gjdo e keqe e ka një të mirë, e ka. Edhe gjdo problem i ka disa zgjidhje, ose një zgjidhje ose disa zgjidhje. Vish dush me po, me qelë qatë nivel të vedijes që mi po senet, mu koncentru, mu kon prezent, edhe mi po, mu qëtsu, mi ndje emocionet e tua, edhe prap se prap me vazhdu tutje. Edhe që kjo më ka një mu shumë se e kom vërtetu. Unë kër jam kon shumë keq, tani më ka ndodhë diçka shumë e mirë. Edhe eksperienca në jetë më ka bo me ma vërtetu qëtë belief që e kom, qëtë besim. Edhe kom me vazhdu me pas gjithmonë këto, edhe që kjo më nimon me konë ma optimiste. Edhe pse jam konë gjithë optimiste shumë për natyrës, si shigjetare. Po, edhe eksperienca në jetë më ka mësu që për një me është e vërtet kur s'rën e ngecme në probleme, është fjalla. Kur lyp zgjidhje, kur lyp shpres, kur lyp drit, e gjenë. Nuk ka shansa mos me gjetë. E gjenë, lutesh, kom bo afirmime, kom shkru në ditar. Unë ditar kom shkru prej nështë ta klasës parë, ditar. Nuk e di pse, nuk e di pse u konë arsyeja, po nështë ta na jetë kalume mos jam konë shkrimtara, nuk e di. Amo gjithmonë kom pas qef me shkru në ditar, se më ka një mu shumë me pa vetën ku jam, me pa që ka po ndjej, me pa njerës, me vrej do sene që nuk i di me manifestu, menoj që shkrimi është magjik për me manifestu, paktën si pas eksperiencës tem. Edhe për me alkemu, e kom shfrytzu shumë, me shkru për gjdo emocion që e kom, që e ni, me deshifru, me deshifru ku pe ni, pse pe ni, për qka fit është ka vjen, në cilën kohë e kom ni për herë të parë këtë emocion. Kujt a është jemi emocioni, se nështë është asi jemi, është projektimi dikuj tjetër, se na jena qenje si sfëngjera, i marim edhe energjit e njerëzve tjerë, edhe traumat, ose ankesat, ose diçka sa do të vogël që ti nuk e vrenë, nështë ta me vedije tashme momentale, po e ki in the back of your head, in your unconscious mind, në nën vedije, e ki qatë regjistrim, të regjistrohet, jeton kohën të regjistru, trupi regjistron, ka memorje, mendja ka memorje, gjithçka ka memorje. Edhe vendi që kjo ku ullna unë, këtu, për shembull, ka memorje. Është energji që kjo, tash energjia, jam këtu disa ditë, nëse se pasron një energji, ka me metë. Lene se për hajrë.
Edhe që kjo më ka ndihmu shumë. Çfarë ke bërë ti përveç ritualeve që të kanë ardhur natyralisht? Çfarë ke bërë për të arritur këtë ndërgjegjësim? Çfarë librash ke lexuar? A ke marr ayahuasca? Jo, ayahuasca nuk e marr se tutna shumë, edhe nuk e di sa I besoj, ma shumë kisha pas qef, do me thonë, vedia, nuk e di a I besoj këtu në ayahuascave dhe po ka njerëz që shkojnë për shembull, ishte ajo Love Eat and Pray, dikush shkoi në Bali, dikush po e ke gjetur ti? Unë kam lexuar shumë libra. Çto librat që I kam lexuar ndër vite më kanë ndihmuar shumë. Gjithmonë I kam lexuar librat self-help. Se që shtash prej e vogël kom dash me lyp përgjigje, kom dash me lyp përgjigje, me gjetë veten, me njoft veten. Jo marr me numerologji, me astrologji, me psikologji, kom këshyr dokumentare, kom këshyr kom pas qef me pas një shkop magjik që I plotson këtë dëshirat e mia. Edhe gjithçysh e kom lyp qysh me pas unë një shkop magjik. Jom konë shumë fëmijë me fantazi të madhe, edhe shkopi e magjik që zbulova u konë ligji tërheqjes. Me ligjin e tërheqjes e kom studiu shumë gat, kom mësu shumë gat, edhe kom lezu shumë sene për to, sa që dikur me një moment tash aten I kom hi felli qash shumë në këto tema, që kaloj për ligjit tërheqjes, dul ligje tjera, dul sene tjera, sa që thash po nalna se aten step by step, ka dal-dale. Ti jete quantum field të këto, fusha kuantike të këto I ke të tëra. Po dhe që ato të nkohen, do me thonë mira me e studioj shumë. Edhe menoj që tash jëm, qatë shumë e kom praktiku, sa që tash jëm master manifester. Muj me manifestu sajnë për shembull edhe tu bo hajgare me ty diçka që thëm bohët. Dyqysh është, nështë e çuditshme, nështë njerëzit nuk e besojnë, po kjo është eksperienca jem edhe unë kom kallzu edhe ma herët për fillimit, unë kom thonë Zotit e kom pas një bised. Kom thonë, nëse unë bona e suksesshme edhe I mri ëndrat e mia, unë kom I mësu edhe njerëzit e tjerë. Konë si deal, marrveshje, a I s'ma ka këtë përgjigjen. Ka këtyre. Se mos më kalojmë në halucinacione, mas ne I dojnë pas kalujt. Edhe, kur ka ardhë momenti, do me thonë që më ndodhen, unë kom ndasht me kallzu, unë kom editor prej klasës 8, që I kom shkrimet, për shembull jetën që e kom tash, I kom të shkrume. Unë kom harru që a kom shkru. Se unë si maj men, ka njëherë çuditna dhe vetëm kum pas ka ronë men kjo kur ti këshyri për shembull kam qef ka njëherë me këshyr këto të vjetrat për me ditë në çfarë faze jam kon, çush jam kon të menua atëherë dhe çush po menoj tash mi krahasu. Edhe këtë shto më ka ndihmu shumë edhe ligji I tërheqjes, mas nej e kom kuptu që ma mirë është ka njëherë mos me marë kry që thojnë, me pas, ka njëherë ki do dëshira që nuk është mirë mu bo për ty. Edhe kom kuptu që se cilja I kena një fat, një jetë, një kontrat të shpirtit që na duhet me përjetu, qoftë me mësime, qoftë me arritje, qoftë misioni që e kena një jetë. Edhe është mirë me lon me rjedh qatë vetë. Edhe çdo sa një jetë nuk të ndodh ty, po ndodh për ty. Që kjo është mësimi spiritual. Do me thonë ndodh për të mirën tonë, edhe keqja që ndodh është e pa evitueshme. Në fillim kom menu, për shembull, në fillim të rrugtimit tem spiritual, kom menu që është krejt drita diellit edhe ngjyrat e ylberit, jeta edhe njerëzit edhe unë. Tash këtë po manifestohen senet edhe unë tash çdo sen është mirë një jetë, po nuk është e tillë. Rrugtimi spiritual është shumë I vështirë, se duhesh mu përballë edhe me hijet e tua, me traumat e tua, me senet që ti nuk je I vetëdijshëm nështë për momentin që I ki. Jo ndyqysh si nivele, si loj, është nivelet e vetdijes. Ti nështë edhe tash nuk e kam atë vetdije me kuptu do senet që I kam para syve. Tash nështë e kam vetdijen mi po do senet që si kom po ma herët, edhe thom qysh se kom po atë sen ma herët, kur u kon gjithë obvious, u kon këtu. Po, e kom kuptu po ashtu që çdo sen ndodh momentin e duhur. Nështë atë për shembull unë kom pas nevojë për me mbjetu, për më kon people pleasing qatë kohë. U dasht më kon people pleasing për me mbjetu. Nëse si shakoni shkon këtë rrugtim tjetër. Edhe të këqijat që I hi, edhe të metat që I hi, edhe
imperfeksionet që i ki, janë shumë të nevojshme për ty për momentin. Po ti kur lufton edhe punon, se fjallë pak negative, kur punon. Betej është ajo. Po, me një farë mënyrë, po s'kisha pas që me afirmu në këtë mënyrë, edhe punon drejt qasoj për me gjetë dritën tonë të në kohën, për me gjetë vetën të në kohën, me rigjetë, se humbe rigjenë, nuk mund është me ik këti cikli, sa do i vedishëm që mund është më konë, sa do edhe psychic më konë, nuk mund është me ik jetës edhe për misionit tonë që kjo arë në jetë. Edhe kom vendos që mos me manifestu sene që mu më tekën, po kom qef për shemull 1 milion euro, mi pas edhe hajde ti manifestoj 1 milion euro. Manifestimet e mia sot, ma shumë përmbajnë përveç që menoj që janë në paralel me misionin tem tjetës që ma ka caktu Zoti, që se ndin shpirt, e ndjen, e njeki shumë zemrën tem, e njeki shumë shpirt, ato që më bën mu një mirë. Tash, veç senet që janë për mu i du, që ka vendos Zoti që janë për mu. Ka njëherë më kanë plësu do dëshira që këm kuptu që ma mirë dosht, mos më pas plësu kjo dëshirë. Është i shpreh e bukur, të kujdes kur dëshiro diçka po, të bëhet. Se mundet me të bo, është e vërtet. E tash lypi, përveç për veten, lypi, qysh tash, për shembull kur du me bo një kong, nuk thom qysh mëj me bo një kong që i bën 2 milion views. Thom, qysh mëj me bo një kong, bëj pyetje, nuk kam afirmi me bëj pyetje, qysh mëj me bo një kong që ka me prek zemrën e krejt botës. Çka ka nevoj bota me kriju une? Edhe qështu në fakt e kom kriju si ajin, qa ka nevoj bota me kriju une? Ke bërë këtë pyetje e shkruaj pa? Po, qysh mëj me kriju një kong që ka me shëru, që ka me prek këtë botën kur tani në shpirt. Duke folur për energjinë, po të them një shprehje që është në këtë gjuhë, që ti ke të hapura portat, se fakti që ti e ngre pyetje si mund ta përqafoj bota këtë, dhe thua fjalën bota, pra portat janë të hapura, se mund thoje të bëj një këngë dhe më thotë shkoj edhe në botë. Ti nuk e di se kush është bota, ti nuk e di që ishte edhe në Amerikë, se kjo këngë dëgjoj edhe në Amerikë që është e vështirë pak të dëgjoj në Amerikë. Edhe pse ka ndryshuar biznesi muzikës, atje mezi shkojnë si ai ishte në Amerikë. Po sidomos në gjuhë tjetër, në Amerikë është shumë problem. Po, fare, ata gjuhë tjetër. Zero tolerancë ato ndaj. E vërtet. Dhe kjo ishte, më thoshin njerëz në LA që dëgjohej, edhe në New York. Po ti ke pas portën e hapur se ti që e vogël e ke parë këtë gjë. Domethënë, si thua edhe u kon destiny, u menoj që u kon destiny. Nështë se dia është ligji tërheqjes, a është destiny, a kom mujt me parashiku. Edhe e rëndësishme për të dëgjuar, se ty do të dëgjojnë shumë fansat të tu që janë ka dhe moshë të vogël. Është e rëndësishme që mos tallesh me veten. Fakti që as e vogël, as kur e shkruaj këtë, nuk je tall me veten si ke thënë kush ma qa bote po them, unë bë këtë, hajde aty tash i bëjmë ca këngë se ky është vendi. Kjo është e rëndësishme se ti në një anë je këtu në Shqipëri, në tregun shqiptar, e ke kuptuar që në këtë treg je mirë. E thënë ke dëgjuar një intervistë që the fole andej, takove Marshmello, ishe në LA, fole, po jam okay këtu. Domethënë, këtë je okay me këtë, po prap nuk është se është okay se ke vendosur ti ose ke vënë kufizime vetes. Nuk e kam nevojshme me thonë patjetër. Kom qef, normal, këtë artistat kanë qef mi u rrit audienca dhe mi u shpërndo arti vetë në kretë botën. Është knatësia ma madhe artistit, sa do që muj me thonë une, s'kom nevoj për validimin e tjerve, prap se prap është qef i madhë. Edhe, po, nevojshme nuk e kam. Nuk munona dhe mos me pas, pa tjetër. Jo me knashne me ato që i kam sot, edhe mos më bo edhe një kong tjetër si ai, nuk është problem për mu. Nuk është as pak problem për mu. Unë prapë du me kriju senet që mbojnë mu një mirë edhe që menoj që njerëz ka nevoj për që ato. Se i observoj edhe publikun, edhe energjin kolektive observoj shumë. Ku janë, qysh po njihen. Edhe e gjeni mes asoj që peni unë edhe asoj që penin ata. Edhe munona me bo një kombinim mes komerciales edhe artit. Nuk i kam këtë komerciale, nuk i kam edhe këtë artistike. E kam një mes. Është ma vështirë me gjetë një mes, se me bo njënë nëse tjetërën. Edhe, këtë që to faktor e kanë bo, do me thonë, më kanë bo me mri të që kjo tajna